Është e vërtetë që po të studiojmë betejat e muslimanëve, betejat në të cilat ka marrë pjesë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, do të gjejmë që gratë janë prezente gati në çdo betejë. Edhe siç thon dietarët, gratë kanë patur shërbime të ndryshme, qofshin të karakterit shëndetësor, sillnin ujë, sillnin ushqim, po jo rrallëherë ju është dashur të përballen dhe fizikisht. Madje në momentet më delikate në betejën e Uhudit, ajo që ka mbrojtur fizikisht profetin sallallahu alaihi wasallam është grua. Ajo me gjithë me bashortin e saj, me djemtë e saj, u bën mburoja fizike e trupit profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëna Enes ibn Malik ka marrë pjesë në betejë të tilla, fizikisht merrte pjesë dhe në momentet caktuara ishte edhe armatosur përveç këtyre detyrave që përmenda që ishin detyrat shoqëruese. Madje në betejën e Hunenit transmetohet që ajo kishte vendosur në brezin e saj një kam të madhe, një thik, po them një shpatë të madhe, dhe kur e pa profeti alayhis salam buzëqeshë dhe i tha çfarë është ajo? O Sulejm, tha kjo është shpatë, kjo është kam ja Resulallah. Në moment që shoh veten time në rrezik, kur të më afrohen, të paktën mos vendosin dorë mbi mua, të jam unë ajo që i godas. Kjo për të treguar se sa të lirshme ishin, se sa aktive që ishin, se sa nuk ishin gra të rritura në inkubator, nuk ishin gra që nuk kishin parë dritën e diellit, nuk ishin gra që mundoheshin thjesht të ruajnë konceptin e nderit të tyre. Ata ishin shumë aktive, por për ta nderi ishte mbi gjitha, për ta besimi ishte mbi gjitha, dhe këto shembuj për mua janë shembuj shumë të rëndësishëm. Edhe për vajzat tona, edhe për bashortet tona, që muslimanët jetën e bëjnë jetë normale, si të jenë kushtet e jetës, patjetër që në ato vende ku ka nder, ku ka punë, ku ka ndershmëri. Por nuk duam të rrisim një brez vajzash apo bashortes që nuk dalin në jetë, që nuk dalin në rrugë. Ne duam që të mësojmë që si jetohet jeta, si dilet në rrugë, që kudo që t'jenë modeli i vlerave, t'jenë modeli i angazhimit, por mbi gjitha ata të ruajnë jetën e tyre dhe të ruajnë nderin e tyre. Dhe Enes ibn Malik është pikërisht shembulli që qoftë dhe me atë thik që më thënë është tipar karakterizues i burrave, thot unë tek e fundit dita mbroj nderin tim, ja Resulallah. Prandaj thot e kam këto për një situatë të tillë.